Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Jam këtu pranë jush për të sjellur lajmet më të fundit, lëvizjet më interesante që në fakt po bëjnë personazhet publik. Dua të ndaloj tek Brikena Selmani. Ju e dini shumë bukur që Brikena, para se të fillonte Top Arena, por edhe para se t'ikte në pushim, ishte duke projektuar një projekt shumë interesant, një projekt që në fakt do të merrte vëmendje të madhe të publikut. Ne kemi dëgjuar Mateon duke kënduar, ne kemi dëgjuar Mateon duke performuar në skenë dhe në fakt ka marrur një duartrokitje shumë të madhe nga publiku, por në këtë rast nuk kemi dëgjuar Brikenën duke kënduar. Është përfolur që Brikena është duke punuar një projekt kënge. Është përfolur që Brikena do të vinë ndryshe në skenë. Tani, Brikena nuk e ka detajuar. A është një projekt kënge, apo Brikena do të ngjitet në skenë në këndin e Velinës. Do me thënë këtë gjën Brikena nuk e ka folë, nuk e ka komentuar, thjesht ka treguar që do me thënë një projekt vjen në skenë. Ditën e sotme Brikena e ka publikuar në Instagramin e saj që nesër në orën 20:40 të këtill, do me thënë ishte orari, Brikena do të bën postimin e këtij projekti gjigant. Tani, lindën pyetja, a mund të jetë një reklame Brikenës që e ka punuar në Turqi dhe sot do ta poston në rrjetet sociale, apo thjesht është projekti i saj që Brikena do të vinë në mënyrë më dinjitoze. Po duke u bazuar në veshjen që kishte, do me thënë ndërlidhet me veshjen që e ka bërë fotot profesionale dhe ka bërë një reklam, do me thënë janë bikini, veshje plazhi, që Brikena ka përdorur në një set fotografik që në fakt ka postuar në Instagramin e saj. Do me thënë dyshojmë që ky postim apo ky projekt që do të vinë në skenë është një projekt i cili i ngjason një rrugtimit të një reklame që Brikena ka bërë, sepse tashmë Brikenën mund ta themi me plot gojë që punon bukur edhe rolin e influenceres, sepse të kesh gjithë ato followers në rrjetet sociale, të kesh gjithë ato followers në Instagram, normalisht që ti mund t'jesh edhe një influencere tepër e suksesshme dhe në këtë rast do me thënë unë e shoh Brikenën në këndin edhe në rolin e influenceres. Por mbi të gjitha, Brikena nuk e ka cituar konkretisht se çfarë projekti mund të jetë ai. A mund të jetë një projekt i cili do të vi në një dimension interesant ku Brikenën do ta shohim në këngë, sepse është përfolur që Brikena do të vi me një këngë të bukur dhe në fakt me një ish banor të fermës VIP, që do ta sillnin të dy së bashku këngën, ose është një projekt i cili do të vi thjesht si Brikena në këndin e influenceres. Në fakt e presim me shumë dashuri, të gjithë janë kureshtar të dinë se çfarë të sjellën Brikena dhe normal që edhe do ta duartrokasin.